Miq të nderuar të televizionit Besa, kudo që jeni, ju përshëndesim pikërisht nga studio e televizionit të numër 1. Bashkërisht kemi ndruar terminin natyrisht me doktor Faruk Semizin, një nga operatorët më të zotët në Kosovë sa i përket sëmundjeve të syrit. Arsyeja është sepse në terminin e deri tashëm kemi pasur mundësi që shumica e edicioneve të lajmeve të jenë në atë termin, prandaj jemi në këtë termin që nga sot të tutje do të jemi së bashku me doktor Faruk Semizin pikërisht nga ora 17. Natyrisht reklamën e fundit ju e pat nga Hey Hospital, e cila ishte ua kthejmë buzëqeshin. Motoja e takimit sotëm me doktorin do të jetë ua kthejmë buzëqeshin. Unë shpresoj se sa herë që është doktor Faruk Semizi në studion e televizionit Besa, për shumë familje në fakt ua kthen buzëqeshin me përgjigjet e tija, natyrisht për faktin se shumica e njerëzve kanë arritur që të marrin informacione për sëmundje të ndryshme të syrit, të cilat i kanë problemet, qofshin ata personalisht ose fëmijët e tyre. Doktor, mirë se keni ardhur. Ju bëra një propagandë të vogël pozitive natyrisht. Faleminderit. Doktor, ne do të fillojmë natyrisht për shkak të terminit i kemi caktuar pra orën 17, megjithatë shumica e qytetarëve mua natyrisht më kanë dalur edhe ose në telefonin tim kanë dërguar SMS ose përmes telefonit kanë komunikuar. Unë dua që pyetjet e tyre të përcjell tek ju, duke shpresuar sepse në fillim tham se emisioni sotëm do të jetë ua kthejmë buzëqeshin, në fakt po ua kthejmë buzëqeshin disa familjeve duke marrë natyrisht përgjigjet tuaja. Po e fillojmë me pyetjen e parë, jam Agimi, 23 vjeçar. Thotë mjeku ka konstatuar se në syrin e majtë kam një perde. Unë në fakt nuk e hetoj shumë. Mirë po mjeku ka konstatuar ates dhe më ka porositur me çdo kusht se duhet ta heq. Në fakt a hiqet në spitalin tuaj kjo perde? Şimdi bizi izleyen herkese çok çok selam ve saygılar. Përshëndetje dhe respekt për shikus që e përcjellim për emisionin. Çdo herë që shkun folë edhe më herët, me të vërtet gëzohem shumë pse gjendem këtu në Prizren, dhe të mundohemi të përgjigjim pyetjeve që kanë ardhur nga SMS-i edhe direkt juve. Edhe dhe të më lidhje me pyetjen e pacientit, ai e ka kataraktën, sigurisht ka vizitu edhe tjera spitale edhe tjera, edhe 23 yaşında. Pacienti është 23 vjeçare, sigurisht katarakta ka nisë më herët edhe tani me kohën nuk ka rritë më shumë. Ne këto operime bojmë pa prerje, pa kepje me femtosecond laser, është teknologia laserit e fundit, pacienti mund me operacitën dhe bëjmë kontrollimin e nevojshëm, dhe bëjmë matjet e nevojshëm, edhe operimi bëhet shumë shpejt edhe me sukses. Vjen te spitali Hey Hospital edhe vetë dhe të bindet sa shpejt edhe me sa sukses bëhet operimi. Doktor, e hetoj, për mjeku i ka preferuar me çdo kusht vije deri tek mjeku i sëve, sepse ai thotë unë nuk po e hetoj. Şimdi şöyledir. Şimdi tek göze daha güzel gördüğü için diğer gözle pacienti me syrin tjetër shiqon mirë, për ato nuk ka rëndësi te pamje, po kur e mshel syrin tjetër shka atu po mirë, atërës mundut me vrejtë se syri po shiqon ma turbull. Që ma tutje, mos me pas as çfarë problem me pamjen, mirë është pacienti me operatit në spital edhe me bo operimin me femtosecond laser, ne bëjmë operimin, ndrojmë thjerëzën dhe ja sigurojmë jetë rahatshëm. Alma Gashi ju përshëndet, doktor, dhe ponë se ka një vajzë 3 vjeçare. Tash ajo ka hetuar së voni se vajza nuk shë larg. Kam pasur thot rast kur i kam dhënë për të lexuar libër dhe kam parë se ose për të parë fotografitë e librit, kam parë se nuk i sheh fotografitë, nuk sheh çka janë. Dhe mua më intereson të sjell tek spitali juaj këtë, të kontaktoj doktorin Semiz, por nuk e di, thot, materialisht nuk qëndroj mirë, sa prafërsisht mund të jetë çmimi. Şimdi
Biz tabii bu tür hastalarda yaptığımız sistem Ne kemi sistemin kur bilgisayar janë göz muayenesi yapıyoruz këto çocuklara. Özel bir pacientat muayene në yapmak lazım. pyetje, Çünkü duhet üç me yaşında bo një çocuk, incizim veçantë, sepse është fëmija 3 vjeçare edhe duhet me konstatu a ka nevojë për syza ose ka nevojë për na intervenim, do me thotë se duhet me I bo analizat edhe ekzaminimet e nevojshëm. Pacientat kur na vinë për kontrollime I bojmë komplet incizimet edhe nuk marrim ekstra asnjë pagese. Do me thotë se nuk ka nevojë për pagesa ekstra, pagohet vetëm kontrollimi me një çmim edhe për incizime tjera nuk bëhen pagesa. Mundet me na kontaktu spitalin edhe kur na vinë do të njështohemi, do të pim ka një kafe edhe do e kontrollojmë fëmijën. Këtë rast nëna Alma Gashi do të ketë mundësi që të shkojë te doktor Faruk Semizi në Prishtinë dhe natyrisht atje ku do të takoj sigurisht doktor Farukun dhe do të ketë mundësi për të gjetur zgjidhje për vajzën e saj 3 vjeçare. Avdi Murina, ju përshëndet. Thotë kam problem, gjithsesi kam tension të syrit dhe mjeku më ka konstatuar diagnozën glaukoma. Por unë kam presion të mbrëmshëm të syrit sepse këtë e jetoj çdo mëngjes. Si shërohet kjo te ju? Dhe për sa kohë është afati I shërimit? Şimdi tabii daha önce muayene olup olmadığını bilemiyoruz ama normalisht nuk mujmë me dita ka pas kontrollime më herët, po veç diagnozën e ka edhe do me thotë se e ka kryer një kontrollim. Shërimi niset me Çfarë është pika. glaukoma do të? Glaukom nedir? göz içi Glaukoma është rritje e tensionit mrena syrit. Do me thotë se rritet tensioni edhe lëndon nervat optik mrena syrit edhe retina. Këtu në fillim I pën pika për shërim. Nëse nuk kemi rezultat me pika, atëherë bëjmë intervenim trabekuloplasti me laser. Edhe nëse edhe me këtë metodë me laser nuk kemi rezultate, atëherë bëhet intervenimi kirurgjike. Do thotë ky thotë kam presion të mbrëmshëm, të syrit të mbrëmshëm. Do thotë edhe mjeku ka konstatuar. Tabii göz çıkmasını hisseder zaten. Göz Normalisht, tansiyonu yüksek. tensioni lartë bën shtypje mrena syrit edhe pacientat kanë edhe dhimbje. Gidiş yollarına tıkanıklık Do me thotë olduğu se için mbyllën yağlanması kanalet e lengëve që cirkulojnë mrena syrit. Një 53 vjeçar nga Ferizaj quhet Mitat Agushi, e përshëndet doktorin dhe thotë se kam sy të thatë. Apo siç njihet në mjeksi Siça sindrom. Si shërohet kjo? Şimdi kuru gözle ilgili gerçekten Balkanlarda büyük Në bir sıkıntı var. lidhje me syrin thatë, Çok hasta var. në këtë region, shtetat e Ballkanit me vërtet kemi probleme të mëdha, kemi shumë pacienta İsmi değişik ama çeşitli me göz sy të thatë, kullanmıştır. pacientat shumica kanë përdor lloj pika për shërim. Ne kemi një metodë veçante, e bëjmë një shimen test për me konstatu në cëllën nivel është thatësia e syrit. Testi quhet shimen, e bëjmë këtë test edhe konstatojmë gözyaşı bezini yani gözyaşı sa salgılayan hücreleri aktif edici është thatësia e syrit. Metoda e parë është me siguru ma shumë mlot në sy. gözyaşının akacağı yerleri Metoda e dytë është me bëni intervenim mikrochirurgjike. Ve bunu yaparak Intervenimet janë me punktum plak, mbyllën kanalet e lotave edhe nuk I lejojmë na hikin lotat të cilat I prodhon. Doktor, kjo sundje a është e përhapur shumë? Özellikle Balkanlarda çok Me rëndësi të shtetat e Ballkanit shumë shpesh po takohemi yani me keratokonustan sonra diagnozën. Në njëherë mbas keratokonusit vjen syri thatë, do me thasë se shumë pacienta na vinë me shumë lloj ilaçe të cilat I kanë përdor për me shëru syrin, se çdo doktor jep pika më të ndryshme ose krema më të ndryshme për shërim
shërim këtij smurjes për ato. En rahat çözüm bu. Yani bir, gözyaşı bezini Zgjidhje sağlayıcı. që japim ne si spital e ka efektin shumë të lartë. Ne e provokojmë prodhimin e lotave dhe normalisht përdorim punktin plak për me ndalu humbjen e lotave nga syri. Është intervenim mikrokirurgjike. Një qytetar Fezë Gashi pyet kam skuqje të syve. Për shkak të, siç më ka konstatuar mjeku, hipermia. Hipermia. Po, ajo që është shumë e rëndësishme, thot shpesh kam akumulim gjaku, mblidhet gjaku në sytë e mi. Şimdi bunun birçok sebebi var. Bir alerjik reaksiyon sebebi Mundët me konë gözyaşı azlığından dolayı olabilir. alergjoni, mundët me konë syri thatë ose mundët me konë edhe lloj infekcione. Për me konstatu çka është në pyetje, në fillim duhet me boni shiman test me konstatu a janë sy të thatë. Në vend e dytë duhet me konstatu a kemi ndonjë infekcion te kornea ose është ndonjë problem tjetër. Ku e konstatojmë arsyen, shkaktarin e skuqjes syrit, atëherë i marrim masjet e nevojshme edhe direkt bëjmë intervenimin për përmirësim. Nëse nuk i bëjmë këto analizat, atëherë nuk mujmë me marrë efektin nga përdorimi i barmari. Hiperemi gözün kırmızılığı demektir. Diagnoza është se syri është, kur shiqoni nga jashtë, duket kuq që shembull ju syt e keni bardha, po tek këto pacienta syri çdo herë duket kuq edhe shumica e vitin pse i keni kuq syt, a keni ndonjë infektim, a keni ndonjë alergji. Kemi pyetjen tjetër, në fakt Mitati, po kështu nga Prizreni pyet, thotë tani e sa vite, prafërsisht tani e 6 vite me radhë. 6 yıldan beri bir sıkıntım var. Është gjatë e 4 vjeçarëve që frimi. 64 yaşında. Tani e 6 vite me radhë kam syt mjegulluar, Bulanık görmek. kam qenë te mjeku, Doktora gittim. por mjeku më ka thënë se ti në fakt nuk ke nevojë as për syze, as për thjerza. Ne gözlük ne de lens gerek yok demiş. Po unë thot nuk po arrit tani t'i dalloj as ngjyrat më. Ama ben artık renkleri bile fark edemiyorum. Onda mutlaka şey yapmak lazım. Këtu duhet me boni përshëndetje pacientit, këtu duhet me boni kontrollim ma thellë, me kontrollu retinën, me boni angiografi, edhe nervin optik duhet me kontrollu, edhe mas këto kontrollimet caktësisht dhe dim pse shiqon turbo, pacienti që 6 vit ka probleme duhet me tha, se duhet me boni kontrollim serioze, pacienti duhet me u paraqit te spitali sepse mosha është mbi 60 vjeçare, edhe direkt dhe zgjellim problemin. Nëse ka zgjidhje, ne sigurisht do të japim. Besim Bytyqi, përshëndet doktorin, thot jam i moshës 56 vjeçar. 56 yaşında. Po kam probleme të shumta me të pamurit të syve, me të dytë. 2 gözden görme problemi var. Kam qenë te mjeku këtu në Prizren dhe në Prishtinë. Prizren Prishtine'de doktor. Dhe mjek ka konstatuar në atë diagnozën që më kanë dhënë se është larg pamësia e pleqërisë. Yaşlılık dolayısıyla uzaktan görme sıkıntısı. Po unë kam probleme shumë të forta me syt, sidomos në mbrëmje dhe në mëngjes. Geceyle ve sabahleyin çok ciddi sıkıntılarım var. Şimdi burada da yine yapılması yaşlılığa bağlı makule dejenerasyonu. Është problemi degeneratimi makullës sipas moshës. Duhet 56 vjeçar. 56 vjeçar, 56 yaşında. Duhet me bë një analizë e qendrës e pamjes, duhet me bë një OCT, sepse me OCT-n marrim një incizim shumë preciz edhe me nisë shërimin sa më shpejtë. A shërohet kjo do të thotë doktor? Tedavi edilebilir mi? Tabii yani
eğer o site Normalisht se yapılabilecek bir şey varsa shërot, zaten kur e marrim dünyada- rezultatin nga Ben her OCT-ja, programda söylüyorum. shumë Prishtina hava sakt sıkıntı, e dünyada dim yapılabilecek bir a şey varsa mundet me zaten ushëru. yapıyoruz. Unë çdo herë kum fol se nëse ka diçka që mundet me u bë në nivel botror, e bën edhe ai hospital nga Prishtina. Zotni besim pas ka shërim kjo punë dhe mirë që po mund këtë ta bësh dhe këtë mund ta bësh do të thotë në Prishtinë, pikërisht në spitalin Hey Hospital ose në rrugën Spitalin e Syrit, në rrugën Selim Berisha, në lagjen Arbëria Ish Dragodan, ku ati ose mund të marrësh kontaktin me numrit të telefonit 038 552 551 ose në celular 045 328 448. Këtë po ta bëj sepse më ke thënë 2-3 herë pikërisht më ke porositur që ta përsëris numrin e telefonit me qëra ditë se kisha me vete tani po ta përsëris sepse besoj që je pranë ekranit të televizionit Besa. Doktor, po vazhdojmë ne me pyetjet tona, natyrisht kur flasim për sëmundje të ndryshme, Afrodita Musliu pyet, thot unë tani e sa kohë vuaj nga katarakti, jam në moshën 43 vjeçare, lexoj shumë gjatë natës, por në fakt kam dhembje të syrit, sidomos në syrin e majt kam dhembje të paduruara shpesh. Pyes ku mund ta shëroj sepse kam qenë në prizren, por nuk kam gjetur shumë. Mirë, po besoj thotë që në të ardhmen do të gjej tek ju ndoshta shërimi. Biz her zaman şunu söylüyoruz, yani katarakla ilgili şeyleri artık Në lidhje me kataraktën, çdo herë folim se intervenimi bëhet me laser, pa prerje, pa kepje, edhe pa dhimbje, do me thotë se e hekim kataraktën me teknologjinë laserike. Operimi është shumë shkurt edhe pacienti me njerë pas operimit do të mund me lexu sa ka dëshirë, do me thotë mos brengosët pacientja mundet me u paraqit të spitali edhe ne do të bëjmë operimin me teknologjinë laserike, nëse ka edhe probleme tjera me dojmë mos, do i kryjmë edhe probleme tjera. Unë e po du me dhani mesazh se pacientave nga Prizrina, se ne jemi me të vërtet shumë afër, jemi larg 1 orë nga Prizreni edhe problemet me retinën, me diabetin, me kataraktën ose me smurjet tjera i realizojmë shumë shpejt edhe shumë lehtë. Gjithashtu bëjmë operimet me Relax Smile, laser për hekjen e dioptrisë, shembull hekja e dioptrisë me Relax Smile vazhdon vetëm 20 sekonda për një sy. Do të thotë pacienti vjen pas 20 sekonda operim i hek syzat edhe nuk ka nevojë më me ecpre nga spital në spital tjetër ose nga doktor në doktor, sepse spitali Eye Hospital në Prishtinë i bën krejt operimet me një lehtësi shumë të madhe me sistem laserike dhe bën shumë shpejt edhe pacientat janë kënaq nga rezultatet e operimeve. Fidaie Berisha pyet, thot jam një nanë dhe e cila natyrisht mjek kanë konstatuar se jam miope, bartë syze, po mjek në Prizren më kanë kontrolluar disa herë dhe më kanë shërbyer deri në këto momente, po tani kam përsëri probleme të theksuara. Si, doktor dhe Pavesh, si mund të vi deri tek spitali juaj që këto probleme, këto dhembje të mos i ndjej, bile kam problem në herë, po thot edhe me faktin se nuk arriti dalloj ngjyrat. Dhe me që jam anvise, natyrisht i kam problemet të duarta.
Şimdi miyop hastalarında tabii uzağa Te göremedikleri için pacientat me miopi, ato kanë problem me larg pamje, nuk i shiqon senet mirë pi larg. Kemi standarde për shërim pacientat me miopi. E bëjmë një topografi kornejes. Gjithashtu e bëjmë incizimin e retinës, bëjmë një OCT shumë preciz. Edhe konstatojmë a kemi ndaj problem. Gjithashtu e matim trashësien e kornejes, edhe nëse nuk ka ndaj problem, atëherës miopien e hekim me një intervenim laserike nga 20 sekonda. Do me thotë se operimi njonit sy me miopi vazhdon 20 sekonda edhe pacienti nuk ka nevoj pas intervenimit për syza. Do me thotë se pojmë kontrollim anatominë e kornejes, nëse korneja përshtatet, pacienti normalisht mundet me u paraqit, edhe nëse përshtatet korneja, atëherës pa problem e bëjmë intervenimin me laser. Lulzim Osmani, 58 vjeçar, thot kam një problem të theksuar tani nga mosha rinore, kam lëvizje të kokërdhokut të syrit të majtë dhe kohët e fundit kam edhe rëshqitje të qepallit e epëm mbi sy. Do thotë i ka ra qepalli mbi sy. Şimdi 58 vjeçar. 58 yaşında. Mutlaka çok hastaneye gitmiştir bu hastamız. Mutlaka pacienti sigurisht ka bo vizita dhe në për spitale tjera, duhet me konstatu çfarë është problemi me kapakut, a kemi problem estetike dhe duhet me stabilizu lëvizjen e syrit, duhet pacienti normalisht mos hub shumë kohë në paraqitet të spitali edhe dhe t'i marrim masjet e nevojshëm. Këto ishin, doktor, pyetje tona, me që thotë e ne sonte me që çdo natë po e lomni të bisedojmë diçka një temë pak a shumë më të veçantë. Sonte pikërisht po bisedojmë me qelash edhe me qëllim pyetjen e fundit të zotëniut 58 vjeçar, me kush që ta lidhim pikërisht me bashkëbisedimin tonë me operimet e kapakut dhe operimet estetike të syrit me metodat më moderne, ose siç ju po e quani okuloplastika. Çka mund bisedojmë për këtë dhe në fakt sa ka nevojë? Çünkü oküloplastik genelde göz kapaklarıyla ilgili olan Okuloplastika me rëndësi janë operimet në lidhje me kapakat e syrit. Operimet bëhen edhe tek fëmijët, kur janë rarë kapakat e syrit tek fëmijët. Diagnoza është ptoza. Mundet me u paraqitë njëri sy, po mundet me u paraqitë edhe te dy sy. Qëllimi është me ingrit kapakat, me i rafshu, do me thotë se me pas një estetik e kapakeve syrit. Të kriturit, kur është në pyetje okuloplastika, shumë shpesh paraqiten kapaku poshtë kthehet ka i mbrapa. Diagnoza është entropium ose ektropium këtu te këto rastet shumë shpesh qirpiket futen ka mbrena edhe bëjnë problemet e kornea. Këto problemet i zgjellim me intervenimin okuloplastike. Shumë shpesh kapakat. Ne kemi temë të diskutimit për këtë, do të bisedojmë tani, po marrim telefonatën edhe pastaj po rikthehemi përsëri te okuloplastika. Por telefonuesin e radhës ta marrim. Alo, Mimrama? Mirë Mirë se vini në programin tonë, cila është pyetja juaj për doktorin? Mirë se u gjetëm. Unë deshta të pyes rreth skuqjes së syve. Kjo më ndodh shpesh edhe shkaku është zakonisht prej infeksioneve të viruseve. Çfarë duhet bëjmë më tepër për të mbrojtur nga kjo skuqje e syve? Faleminderit, besoj doktori do të jep përgjigjen. Şimdi göz kızarıklığı özellikle bu bölgede çok fazla. Skuqja e syrit në këtë region shumë është një problem në të takomë shumë shpesh. Është ndrymi klimës, ndrymi stinës, normalisht edhe polenat. Duhet me rëndësi me konstatu është në pyetje alergjia, është syri that, ose janë do infektime bakteriale. Njëherë në fillim ka nevojë me eliminu rrezikun nga
syri thot. Për me eliminu këtë rrezik, ne bëjmë një test, që quhet shimen test, edhe konstatojmë a është syri thot ose është normal. Kur e eliminojmë këtë njësi, atërës shërimja shumë shpejt edhe shumë let. Nëse është në lidhje me alergjin, e bëjmë kontrolimin, e bëjmë testin, sepse pacientat kanë një se kanë zall mrena syve ose pluhur. Nëse është në pyetje infektimi bakteriale, atërës sytë anësh, kur avitën ngjyra është verdhë ose është lotimi në pyetje. Tek këto pacientat normalisht paraqitet skuqje e syrit edhe kanë ndikim prej dritës. Këto pacientat me sy të kuq duhet me i dallu në cilën kategori gjendjen, a është syri thatë, a është reaksioni viral, është infektimi bakterial, ose ka lidhje me genetikën. Kur e konstatojmë arsyën, atërës është shumë let me bo edhe shërimin e japim trajtimin terapionin e nevojshëm. Do me thotë se duhet me marrë seriozisht, sepse pacientit cili vazhdon me këto, me skuqjen e syrit, ka edhe probleme psikologjike. Pacienti normalisht mundët me u paraqit e spitalit. Derisa të marrim telefonuesin e radhës, që besoj se do të kemi edhe telefonata të tjera, por i kthehemi ne te okuloplastika, doktor, në fakt, ajo bëhet vetëm për estetika, por në fakt ndihmon edhe syrin. Şimdi estetik olarak da tabii oluyor ama normalisht në vend e parë është estetika, ama pacientat shembull kanë probleme kapaka që janë ktheka mrenda, kanë probleme edhe me sytë. Kur e bëni këtë intervenim, ja lehtësoni edhe estetikën edhe problemin me syrit, sepse këto pacientat që kanë shembull kapakat cilat janë ktheka mrena, shumë shpesh kanë probleme me syrin, me skuqjen e syrit edhe lëvizjet jashtëzakonisht. Me zgjidhjen e problemit ju faktikisht e zgjidhni edhe problemin estetik edhe problemin me shëndetin e syrit. Në kohët e fundit e përdorim teknikën e botoksit për drejtim probleme estetike në lidhje me syrin. Doktor, a ka kjo lidhje në herë, sepse shpesh kemi pasur rast me pa njerëzit i kanë ndryshim, për shembull në një kohë caktuar ka raste kur i ndryshojnë edhe qerpikët e syve, ose ngjyra, ose në fakt kanë ndonjë dalje të jashtë. Ka pak problemleri gësallën. A lidhet me okuloplastikin apo ka të bëjë me diçka tjetër? Şimdi zaten kapak iyi çalışmadığı zaman kur kapaku nuk funksionon mirë, atëherës në shembull nuk funksionojnë edhe kanalet e lotave dhe ndodhin probleme serioze. Parashikojeni se kur qerpikat prekin kanë kontakt me kornejen, niset një lotin të rëndë, skuqet syri edhe pacienti ka probleme me kornejen edhe me pamjen. Për ato kur janë në pyetje, këto probleme duhet sa më shpejt me u paraqit te një oftalmolog, sepse mundut me pas pasoja serioze. Okuloplastika e ka rëndësinë edhe duhet me kohë me i marrë masjet e nevojshëm. Po, a është e nevojshme kjo për gjithmonë, apo në fakt kjo bëhet vetëm në aspektin estetik? Ose a është shumë e nevojshme në rastet të konkrete? Şimdi bazı vakalar var. Te do raste, ka raste estetikën e lemenian, se duhet me dojmë mos me bëj intervenim shembull, kapaki u ka kthet, ka mrenda syri është hapër të natën kur flen edhe syri niset me u thatën e hupë lengjin, pacienti ka ndikim nga dritës edhe nisin dhimbjet, për ato duhet shumë shpejt me nis me shërimin. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se vini, cila është pyetja juaj për doktorin? E kam një fëmijë 6 vjeçare, syrin e kam dembela.
Po, cila është pyetja juaj? Alo? U kry. Pa unë besoj doktore do të jep përgjigjen edhe për këtë çështje. Şimdi genelde göz tembelliği küçük yaşlarda başlayan Syri tembel paraqitet te pacienta me miopi dhe me hipermetropi të lartë paraqitet shumë herët. bazen yüksek hipermetrop, bazen yüksek Do pacienta që ju thash kanë hipermetropi ose miopi të lartë dhe nuk shiqojnë mirë. Këtu duhet me boni kontrollim kompjuteristike, me konstatu a ka nevojë për syza, duhet me konstatu a ka rëshitje e syrit, do me thotë se a ka strabizëm, nëse ka strabizëm, atërës duhet me i marë parasysh edhe me bo intervenim për drejtim syve në si spital, a e hospital nga Prishtina, i ku kontrollim këto pacientat, konstatojmë a ka zvoglim e pamjes, a ka miopi ose hipermetropi, a ka rëshitje e syrit, edhe të ki rast të fëmija 6 vjeçare, nëse ka nevojë japim syza, nëse ka nevojë japim trajtim me ilaçe, po nëse ka nevojë bëjmë edhe intervenim chirurgjike njëre. Konstatojmë pse është arsyeja pse u ka ndodhur edhe i marrim masjet e nevojshëm. Doktor, ne përkthehemi tek pyetja me cilën natyrisht sot po dëmë ta trajtojmë në fakt problemi i okuloplastikës tani më shumë vrejet që kanë vullnet ose dëshirë për ta kryer femrat apo meshkujt? Kim daha çok tercih ediyor, erkekler mi, bayanlar mı? Şimdi bayanlarda da erkeklerde de aynı endişe olabilir. O sorun Nuk şu. mujmë me boni dallim kush interesohet më shumë. Olan hastalarda neden Tek bu sorun pacienta me probleme okuloplastike duhet një herë me i konstatu arsyet e okuloplastikës. Kemi shumë pacienta që kanë pas tumor në trur edhe cilat kanë bërë këto operimet, pas operimet ka pas lendim e damareve cilat e ushqojnë syrin edhe kapaket edhe këto pacientat normalisht kanë probleme me okuloplastikën. Kemi shumë pacienta cilat kanë plaga te korneja ose te pjesa e prapshëm syrit. Do me thotë se duhet njëre me konstatu arsyen, duhet me konstatu problemin, duhet me eliminu rizikon për lendim kornejës, duhet me eliminu rizikët tjera, do me thotë se duhet me mbrojt anatomien e syrit, sepse kur prishet anatomia e syrit, atërës nuk është problemi vetëm estetike, po paraqiten edhe probleme me pamjen, për ato kur sa është e mundët, duhet me mbrojt anatomien e syrit, me normalizu anatomien e syrit, duhet me drejtu kapakun, najer duhet me ngrej pak nalt, najer duhet pak me lishu pak ma poshtë për me imbyll ato pjesën ku është hapër syri, nëse është kapaku kthyer ka mrenda, duhet me këte ka jashta, duhet me i marrë krejt masjet për me normalizu syrin edhe me normalizu një jetë, me asiguru një jetë normal pacientit. Do pacienta shemë pas 40 vjeçare, pacientat me rëndësi. Femrat kanë probleme estetike, këto janë sene normale, pa duhet me, kur ka nevoj, duhet me bo intervenimet për drejtim kapakeve syrit edhe me i eliminu problemet cilat mund të ndikojnë pamjes, pa me i marë parasysh të janë femra ose duhet me i eliminu këto problemet. Kemi pyetje në radhës para se të marrim. Alo, mi mbrëma? Mi mbrëma. Mirë se vini në emision. Një pyetje doktorit? Po, urnoni, po. A mund të tensioni i syrit të shkaktoj verbëri totale? Çfarë duhet të bërë? Tabii veriyor yani şey yapıyor.
İyi akşamlar diliyorum. Göz Mirë, tansiyonu ama direkt öyle tedavi Tansioni lartë direkt mund të provokon dhe verbëri. Şakası yok yani. Pra onlarda. këtu Ya, nuk damla tedavisi mund düzenli yapması lazım. duhet me Eğer konë damla shumë tedavisi serios, belli bir noktaya duhet getirmiyorsa, pikat ilaçet me marrë rregullisht, nëse nuk jep rezultat ilaçi, duhet me bëj intervenim me laser. Nëse edhe intervenimi me laser nuk jep rezultat, atëherë me duhet mos duhet me bëj intervenim intravekulektomi, sepse glaukomi ose tensioni lartë është në vendin e parë në botë që provokon verbëri. Kur folëm për okuloplastikën, në fakt sa mund të lidhet kjo dhe me degenerimet e makulës sipas moshës? Şimdi yaşlarda genelde makro dejenerasyonu dediğiniz zaman Kur bisedojmë për 50-60 degenerimin e makullës, paraqitet mas 50-60 vjeçar, moshën 60 vjeçare. Dhe këto pacienta që kur shiqojnë televizorin, njënin pjesë e shiqojnë drejt, pa njënin shiqojnë televizorit e shiqojnë shtrembët, dhe shembull kanë probleme me një njerëzit kur dalin në rrugë, se në shiqojnë pastër figurat e fytyrës. Këto pacientat cilat kalojnë shumë kohë në diell, ose pacientat cilat përdorin cigare ose alkohol, shumë shpesh takohen me degenerimin e makullës. Te këto pacientat duhet me dojmë mos me boni tridimensional incizim makullës, me konstatu ku gjindet problemi, edhe simbas problemit me konstatu a dhe t'japim injekcion anti-VEGF edhe me zgjallu ato qelizat të makulla. Gjithashtu mundet me pas lidhje me problemet e okuloplastikës, sepse ragjoni ku jetojmë shumica njerëz kanë ndikim se nga dritës edhe nga dillit, se shumica shembull punojnë jashtë në diell edhe kanë ndikim të likura edhe të sytë të shumica kanë ankesa, sepse kanë probleme nga dritat e diellës, rrëzat e diellit. Ne normalisht e konstatojmë arsyeën kryesore cili ka provoku problemin. Gjithashtu i konstatojmë edhe problemet tjera, shembull ka degenerim makullës, ka katarakta ose ka ndaj problem tjetër. Shumica pacienta kanë jetu pa me ditë se kanë tensionin lartë, sepse është një smurje cila pa zë shumë qetë zhvillohet, edhe kur pacientat nisin me pamjen, atëherë konstatojnë se kanë pas tension të lartë. Ne si ai hospitala Prishtina. Dhe ne parë e konstatojmë arsyeën e smurjes, konstatojmë a ka probleme tjera me syrin, a ka probleme akuloplastike, a ka probleme me dioptrin, i konstatojmë këto edhe propozojmë konkretikisht çka duhet, çfarë masje duhet me marrë për ndikojnë kushtet klimatike dhe në fakt sepse ju po përmendni shpesh, për shembull gjatë bisedimeve po thoni se këtu në Ballkan kemi hasur këtë ose atë smundje pak më shpesh ose më rrallë. Në fakt kushtet klimatike dhe ambientale ndikojnë tek smundjet e syrit dhe nëse po, cilat janë ato? Şimdi iklim değişiklikleri normalisht kushtet klimatike në Ballkan janë shumë veçante. Shembull sot për shkak të temperatura është 24, për me njëherë për botë një ndryshim, edhe temperatura bjen 10 gradë, dhe me fatë se ka shumë ndryshime në klim, një moment ka shumë diell, shumë drita, në një moment ma është turbull edhe nuk ka diell. Për ato, syri reagon edhe ka paraqitin lloj probleme tek syri. Ballkani është me vërtet një vend veçante edhe duhet me bëni analizë mirë për me i konstato kretë ndikimet. Tu shumë shpesh takomi me pacienta me uveitis. Normalisht tu uveitisja shumë nivel të lartë, sepse shumë shpesh po ndodhen ndryshime të klima cilat nikojnë të syri, nikojnë të alergjone, nikojnë infektimeve. Normalisht edhe poleni nikon.
për paraqitjen e lloj-lloj infektimeve dhe smurjeve. Normalisht pacienta me likur të bardhë kanë shumë likim. Doktor, kam pas rastin me dëgjuar se njerëzit për shembull të caktuar në momente të caktuar kur ka bardhësi borë, kur bie, nuk mujnë me pa ose kanë probleme shumë me bardhësinë, me borën. Çka do thotë kjo? Tabii yani şimdi dışarı çıkıyor mesela, dışarı çıkar çıkmaz sıkıntı pacientat normalisht kanë problem me racikulatura bora, atëherë s'kan nikim të pamje, për ato duhet me bo një anamnezë shumë të thellë me konstatu saktësisht pse po ndodhen problemet e me syri, pse janë to ndikimet. Shembull, pacientat shumica ankon kur dalin pi shtëpisë, pi banesës, kur është ambienti bardhë, kur ka bora, edhe ankon se kanë ndikim edhe problem me pamjen gjithashtu. Kemi probleme edhe pacientat që ankon nga dilli, sepse shumë ndikon negative në pamje. Do duhet me konstatuar. Kemi edhe një pyetje nga redaksia, në fakt Anita e ka sjellur nga Prizreni. Pyet si mund të mbrohemi nga alergjitë e stinës së pranverës dhe verës dhe a ka shërim efektiv ndaj alergjive të stinave? Şimdi ihbar alerjilerinden ilk önce Në rëndësi në pranverë duhet me pas kujdes të madh, sepse pacientat shumë shpesh takohen me probleme dhe syrit. Në vendin e parë, pacientat duhet me mbajt syza me një kvalitet të lartë, syza për diell, sepse është bariera cila e mbron syrin. Edhe ka polena, edhe ka dritës. Në me thotë se syza duhet me kanë me një kvalitet gjithashtu, mund të me përdor edhe syza antialergjike. Ama mbrojtje më e kryesor janë syzat për diell, edhe duhet me i përdor për me mbrojt syt nga dielli edhe nga era. Gjithashtu, nëse përsëri kanë skuqje në sy, atëherë mund të përdorin pika antialergjike edhe me kry këtë Po, problem. doktor, në fakt alergjitë e syve, a kanë lidhje me alergjinë e trupit edhe me alergjinë për shembull me alergjitë e stinës pranverës, që shumica e njerëzve kanë probleme për shembull me Göz polenin alerjisi, vücut beden alerjisiyle bağlantısı var mı? tabii yani genelde bu tür hastalar Normalisht, këto pacienta kanë edhe alergji në trup, edhe janë pacienta shumë nikshëm, edhe normalisht kanë edhe alergji lloj-lloj pemave ose frutave. Tani kemi metoda për shërim. Edhe këto pacientat që ju thash edhe më herët duhet shpesh me i mbajt syzat për diell, edhe me i përdor pikat antialergjike për me pas një jetë rahatshëm në SI Hospital nga Prishtina, kur janë në pyetje këto alergjikës ose smurje tjera, kataraktës ose tensionet lartë. Ne këto mutlaka bilgisayar göz muayenesini yapıyor. Bojmë një kontrollim kompjuteristike, konstatojmë që është gjendja me retinës, bojmë një incizim trodimenzionale, edhe shumë sakt e dim çka është problemi të syri, edhe shumë sakt propozojmë shërime syrit. Mesazhi është, pa me marrë parasysh a kanë sheqer, a kanë glaukom pacientat, ose kanë katarakta, ose kanë probleme me okuloplastike, me kapaket. E përdorim teknologjien më e fundit botës, përdorim teknologjin laserike Carl Zeiss, Gjermanisë. Spitali gjendet shumë afër, është një orë me viturte deri në Prishtina, edhe këtë intervenimet shka bon në nivel botror. Doktor, duke ju falenderuar, me që ne nuk mund të përmbyllim programin pa marrë mesazh tuaj për teleshikuesit dhe për ata që kanë bërë pyetje tek unë dhe drejt për drejt që ju kanë bërë pyetjet tuaja. Şimdi benim burada
bir kısmı tabii ameliyat ettiğimiz hastalar da izliyorlar. Bir kısmı normalisht këtë emisione përcjellën edhe pacientat që i kum operu une, pacientat ju e dini edhe pacientat i dinë se shumë let mundët me na u afru, ne punojmë edhe shtunave, punojmë me standarde botërore, edhe pacientat atë kanë nevojë në lidhje me syrin, do të mundët me na u afru edhe do t'i krymë bashkë problemet e syt, të e përdor teknologjin ma e sofistikuar, pa me marë parasysh të ashtë dioptria ose janë probleme tjera, pacientat me rahatësi, me kënaqësi mundët me na u afru për shëndetje edhe respekt. Besoj se javën e ardhshme do të takohemi. Po, përshëndetje doktor Faruk Semizit, njëri nga mjekët të shumë të zotët, natyrisht sa i përket sëmundjeve të syrit, unë shpresoj se në familjet tuaja megjithatë për ato raste që kanë pasur nevojë ka sjellur edhe buzëqeshje, ka sjellur edhe gëzim. Duke ju dëshuar shumë të mira dhe duke falendruar doktorin për prezencën e tij dhe natyrisht për përgjigjet e tija shumë të shpejta të mira, unë besoj edhe shumë të sakta, deri në emisionin tjetër të radhës së mirëmbëjtje dhe shumë të mira. Doktor, faleminderit shumë.